Çerdha keni? Një çerdhe posedojmë në fshatin Porshevc për momentin, Që nuk funksionon. ende nuk funksionon. Nga viti 2014 e këndej ka qenë e pa lëshuar në përdorim, them na drejtim. Edhe pse objekti duket se janë basohat. Do të thotë objekti ka qenë shumë i mirë, po çështje teknike nuk ka arritur të zgjidhet. Në fund, kryetari aktual i ka ecur disa procedura ashtu siç duhet, mirë po ka pasur një problem me çatin, ka pasur problemin e ditë me ujin e pishëm. Ata probleme, me sa i kam informacionet, janë të kaluar dhe ka ngelur vetëm puna e pëlqimit në Ministrinë e Financave, pasi jemi futur në proces zgjedhor. Nuk mund të sigurohet dhe në mandatin të cilin do duhet të udhëheqim si kryetar komune, në ditët e para, sepse është çështje teknike, pëlqimin nga ana e financave do ta kërkojmë, sepse Ngoj ka veç gësherët. realisht për fat mirë timin dhe për të gjithë qytetarët, neve na ka ra hise që të hapim atë çerdhe. Okej. Ndonjë premtim për çerdhe tjetër në përvend banime tjera? Realisht kjo çerdhe, për statistik, kjo çerdhe kapacitetin për fëmijë do ta ketë tek 140.000 që do të arrijnë të jenë do të thotë aktiv në këtë çerdhe,